Përshëndetje miq. Një nga gjërat që bota ka shumë të vështirë të pranojë është se si ka mundësi që një zot i dashur mund të lejojë kaq shumë vuajtje, vështirësi, luftra, zibuke dhe sëmundje në mas dhe humbjen e jetës. Të njëjtat si ato që provoi i riu në historinë tonë. Që nga lindja, jeta e tij ishte shumë e vështirë, por tani, duke ditur arsyen pse, ai gëzon në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lirë nga prangat. Të lirë nga prangat është një radiodramë e mbështetur në historitë vërteta njerëzore, që ndriçojnë errësirën. Ai është prodhim i Pacific Garden Mission dhe është sjellë në Shqip nga Radio 7. Sot do të dëgjojmë historinë e vërtetë të Johnny Hudson në Të lirë nga prangat, program që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Më vjen mirë që të shoh zgjuar, zonja Hudson. Si ndjeni? Ndihem mirë, doktor. Si është foshnja, doktor? Jeni bërë me djalë. A dëgjove shpirt? Jemi bërë me djalë. Oh, dua ta shoh, a mund ta shikoj tani? Kam frikë se kemi një problem. Çfarë? Ka ndonjë problem? Çfarë ka djali? Ai ka disa probleme fizike. O, çfarë problemesh? Ati mungojnë krahët. Nuk ka krah. Dhe ka vetëm një këmbë nga anë e djathtë, por e ka deri tek gjuri, ose më mirë të themi aty ku duhet të ishte gjuri. Pse? Cili është shkaku? Pse ka lindur kështu? Oh, doktor, a mendoni se kjo ndodhi për shkak të operacionit që bëra pak kohë më parë, kur ata menduan se ai po zhvillohej jashtë mitrës? Nuk e dim. Ne jemi po ashtu habitur sa dhe ju. Oh, të lutem, dua ta shoh. A jeni gati? Po i them infermieres ta sjell. Pa krah. Peggy, si mund të jetoj duke qenë ashtu? Ai kurrë nuk do të ketë një jetë normale. Jo, si mund të jetoj normalisht ai? Pse nuk na lejoni ta vendosim në një shtëpi për fëmijë të veçantë? Po pse? Sepse ai kurrë nuk do të mund të luajë dot me fëmijët e tjerë. Nuk do të jetë në gjendje të ushqejë veten apo të vishet, madje edhe të punojë. Ju do të duhet të kujdeseni për të gjithë jetën e tij. E megjithatë, ai është djali ynë. Do ta marr me vete në shtëpi. Ja ku po vjen, infermiere, lëreni foshnjën me ta për një farë kohe, ndërkohë që mendoni, unë do të vi nesër t'ju vizitoj. Oh, John, shi sa i çmuar që është. Nuk e kuptoj pse na ndodhi e gjithë kjo. Nuk ka më rëndësi. Ai është djali ynë. Shiko, ka edhe diçka nga ana e majt. Duket si një këmbë me një dy gishta. I shkreti djalë. Si mund të mendojnë ata se ne do e braktisim? Kur? Po e çoj që tani në shtëpi. Është shumë herët, Peggy. Ata nuk të lënë të largohesh. Nuk dua t'ja di fare. Do të firmos vet largimin tim. Ata ndoshta do të na e marrin djalin fshehur azi, ose do të bëjnë diçka tjetër me të. Je e sigurt për këtë? Po bëjmë gati e po iki që tani. Sot, shumë njerëz mendojnë se është e pranueshme të abortosh një foshnjë që nuk është e përkryer nga ana fizike. Por prindrit në historinë tonë nuk mendonin kështu. Ata e pranuan foshnjën e tyre të porsalindur si të përkryer, dhe arsyetimi i tyre ishte me vend. I priste shumë punë, e rruga nuk ishte e lehtë. Por Johnny Hudson është këtu për t'ju treguar se sakrifica ja vleu. Kjo është historia e tij e vërtet në Të lirë nga prangat. Unë linda më 30 shtator 1977 në Baltimore, Maryland. Baba ishte një sipërmarrës dhe nëna një grua shtëpiake. Kisha një motor me emrin Becky, 4 vjeçe, më të madhe se sa unë. Ndryshe nga parashikimet e doktorit, unë isha shumë i lumtur në shtëpi. Shiko, John, ai ka ngritur trupin. Ta thash që do ta bëj. Po si qëndron ashtu? Ai përdor një këmbë ashtu si të gjithë të tjerët, dhe ajo këmba e vogël në të majt e ndihmon që të mos bjerë. Sa guxim që ka. Oh, ai është një djalë i vogël e i zgjuar, apo jo, Johnny? Shikoj teksa qesh, Peggy. O zemra vogël. Do të vi një ditë kur ai do të ushqehet vet.
Pritë do ta shohësh. Po si? Ai po fut në gojë gishtat e tij të këmbës, ashtu si çdo fëmijë tjetër, dhe i kap gjërat me gishtat e këmbës. Shiko se si do të ma kap gishtin. Kishe të drejtë. Oh, John, ai është me të vërtetë i veçantë. Unë mësova të bëja shumë gjëra ndërsa vitet kalonin, gjithmonë duke qëndruar në sigurinë e dashurisë së familjes sime. Duke mos e menduar kurrë se një ditë do të rebelohesha kundër kësaj mbrojtjeje. Ishte e manitshme të shija të djalë të ushqente veten. A nuk është fantastike, nën? Gjithçka që doktori tha se ai nuk do ta bënte, ai e vën. Ai madje edhe luan me motrën e tij, dhe të mendosh se ata menduan se ai ku nuk do të luante me fëmijët e tjerë. Asnjëherë mos nënvlerësoni atë çfarë Zoti mund të bëjë në jetën e dikujt. Mbarove, Johnny. Eja, po tul poshtë. Po të ndihmoj të pastrosh tavolinën. Sa po të mbarojmë, dua të tregoj se si ai e përdor lapsin. Johnny? Po i mësoj atij të shkruaj numrat dhe alfabetin, që një ditë të shkojë në shkollë. Kjo është e pabesueshme. Peggy, shiko, nuk bie? Mos u shqetëso. Ai ka rreth një javë që zbret vet nga shkallët. Ti çap këni vogël, jepi gjyshës një puthje të madhe. Gjysha ime ishte e krishterë dhe shkonte gjithmonë në kishë, por prindrit e mi ishin indiferent ndaj fesë. Kur isha 4 vjeç, një kushëri erdhi të luaj me motrën time 8 vjeçare, ndërsa nëna më dërgoi tek dentisti. Kur po ktheheshim në shtëpi, ne nuk mund të kalonim nga rruga jonë, sepse policia kishte bllokuar rrugën. Në hyrje të shtëpisë son ishte një helikopter. Kjo nuk po pëlqen, Johnny. Çfarë po ndodh këtu? Qëndroni larg, të gjithë. Kjo është shtëpia ime, çfarë ka ndodhur? Më vjen keq zonjë, por ka ndodhur një aksident. John, çfarë ka ndodhur? Peggy është goditur nga një makinë. Oh jo, po si? Çfarë ndodhi? Ajo dhe Joe polonin brenda dhe Becky donte të shkonte nga ana tjetër e rrugës për t'i thënë shoqës së saj diçka. Pa pritmas, një makinë erdhi me shpejtësi të madhe dhe e goditi. Shoferi duhet këtë qenë i dehur, sepse është larguar menjëherë. Dua ta shoh. Ajo është në helikopter tani. Ata po e çojnë në spital. Më lër të shkoj me të. Burri që goditi motrën time u kap më vonë dhe u arrestua. Ai kishte qenë i dehur. Motra ime ndej në spital për 1 javë dhe gjatë kësaj kohe, gjyshja ime u kujdes për mua, ndërsa prindrit e mi ishin gjatë gjithë kohës në spital. Si është? Njësoj. Ajo vazhdon të jetë në koma. E vura Johnny në gjumë. Mirë bëre. Peggy, ftoa pastorin të vinte. A do të të pëlqente që ai të lutej me ne? Po, pa problem, nën. Pastor, kjo është vajza ime, Peggy Hudson. Zoja Hudson, unë dua që ju ta dini se ne jemi lutur për familjen dhe vajzën tuaj të vogël. Unë e dua të aq shumë. Dua që atë jetoj. Ajo duhet jetoj. E di, dhe Perëndia e kupton situatën në të cilën ndodhesh. Po pse na ndodhi kjo gjë? Pse? Nuk mund t'i përgjigjem kësaj pyetje, por mund të them se Perëndia ju do shumë, ju dhe familjen tuaj. Ai e di me saktësi se si ndjeni ju, sepse ai dërgoi birin e tij të vetëm, të vdiste në kryq për të gjithë ne. Perëndia do të sjellë diçka të mirë nga gjithë kjo tragjedi. Ai asnjëherë nuk lejon diçka nëse nuk përmbush planin e tij përfundimtar për ne, i cili sigurisht është për të mirën tonë. Është e vështirë ta shohësh të tani në këto momente. Edhe për Jezusin ishte e vështirë të varen në kryq, të kalonte vuajtje për të gjithë botën, por vdekja e tij solli falje për ne. I ishte dashuria e tij që dërgoi atë atje. Oh, të lutem ndihmo. Kam kaq shumë frikë. Le të lutemi bashkë. Perëndia do t'ju ndihmojë. Pastori vazhdoi t'i shpjegonte ungjillin nënës dhe ajo lut për të pranuar Jezusin si shpëtimtar, po atë ditë. Një vendim që do të ndikonte në jetën time në vitet e ardhshme. Por motra ime vdiq pas 1 jave në spital. Doja kaq
shumë që atë jetonte. Ajo është me Zotin tani shpirt. Po pse nuk i përgjigj Perëndia lutjeve të mia? Pse? Megjithatë, duhet i besosh gjykimit të tij. Mos harro se rrugët e tij nuk janë rrugët tona. Por ajo ishte kaq e re. Nuk është e drejtë që një dheur të marrë jetën e vajzës sime. Jo, nuk është e drejtë. Vogla ime, shpirti im, do t'i jepja gjithçka të dëgjoja të qeshurin tënde edhe një herë. Do ta dëgjosh, Pegi, do ta dëgjosh. Është i premtim nga Perëndia. Jezusi tha: "Unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua, edhe pse i vdekur do të jetojë, dhe kushdo që jeton dhe beson në mua nuk do të vdes kurrë." Isha vetëm 4 vjeç kur motra ime vdiq. Por pastori kishte të drejtë. Nga kjo tragjedi, diçka me vlerë kishte lindur. Që nga ajo kohë e tutje, nëna ime më çonte rregullisht në kish. Alo? Alo, nën. Unë doja që ti ta merre vesh e para. Gjoni pranoi Krishtin sot. Në moshën 4 vjeçare? Mendon se ai dinte se çfarë po thoshte? Po, unë i bëra disa pyetje dhe ai mu përgjigj sakt. A nuk është e çuditshme? Perëndia e bëri atë të veçantë, nën. E po, ai përket Zotit tani. Zoti do ta arrisë atë ashtu siç duhet. Tani, unë e di se në të vërtetë nuk isha i shpëtuar. Megjithatë që nga ajo kohë e tutje, unë mendoja se isha. Përdorja një karrike me rrota elektrike për të lëvizur. Dhe shkoja në shkollë me një autobus, i cili ishte i pajisur me një ngritse. Që nga koha kur isha në kopësht e mëtej, edhe mësuesit më trajtonin si çdo fëmijë tjetër. Vitet kaluan dhe unë shkova në shkollë të mesme. Si e kalove sot, Gjoni? Shumë mirë. U futa në klubin e dramës sot dhe më kanë dhënë një rol për të luajtur. O, sa mirë. Zoti të ka bërë të veçantë, Gjoni. Mos harro këtë. Ai asnjëherë nuk i krijon dy njerëz njësoj. Është kënaqësia e tij ti krijoi të gjithë të veçantë. Po e di. Dhe ai ka diçka të veçantë për jetën tënde, diçka vetëm për ty. Edhe unë e besoj këtë nën. Çfarë është ajo? Çfarë? Ajo kaseta. Është një kaset që më dha një nga miqtë e mi. Është me muzikë. Shpresoj që mos jetë kaset me muzikë të shpifur roku. Nuk dua të dëgjosh muzikë të tillë. Mama, për të qenë një aktor i mirë, duhet të jem në dieni të lloj-lloj gjërave, madje edhe të gjërave të këqija. Tani, kjo nuk është e vërtetë. Perëndia dëshiron që njerëzit e tij të jenë ndryshe nga bota. Po unë jam ndryshe nën, shiko. I veçantë, Gjoni, i veçantë. Lëre fare. Është vetëm një kaset. Do ta dëgjoj dhe pastaj do t'ja kthej. Prandaj mos më bëj moral. Hey! Ti nuk e drejt ma fikësh muzikën! Ta kam thënë se nuk dua të dëgjosh këtë lloj muzike. Mbaj për kasetën. Do ta jap nesër para se të nisesh për shkollë. Është e imja! Nuk dua t'ja di fare. Këtë lloj muzike nuk duhet ta dëgjosh në këtë vend. Ti nuk merr vesh fare. Gjoni, nuk mund të ecësh në bal pa Po, urrë. Nuk dua t'ja di nëse më urren. Unë jam nëna jote dhe ti nuk do dëgjosh këtë plera në shtëpi. Dhe pik. Diçka shumë e shëmtuar filloi të rritej në zemrën time. Diçka e errët dhe e ndaluar filloi të ngjyroste të gjithë botën time. Një varg në fjalën e Perëndisë thot: aty ku nuk ka vizion, njerëzit humbasin. Ne besojmë se çdo njeri është krijuar sipas imazhit të Perëndisë dhe nëpërmjet studimeve biblike, lutjes dhe përkushtimit, ai mund të arrijë potencialin që Perëndia ka synuar për jetën e tij. Pavarësisht nga situata jon, asnjëherë mos harroni, për Perëndin gjithçka është e mundur. Hajde, Gjoni. Haje shpejt mëngjesin sepse duhet të shkojmë në kish. Sa i nat kam kur më nxitojnë. Kemi edhe një çerekore kohë, ëh? E mora vesh, mjaft fole. Gjoni, kujdes me atë ton. Tani mund të vendos vetë për jetën time me që jam pothuajse 18 vjeç. Nuk do të vinë kish. Gjoni, Më lere hat. çfarë do të bëjmë me këtë djalë? Çdo ditë më tepër po bëhet më i vështirë. E po, adoleshent?
Ishte kaq i ëmbël kur ishte i vogël, por tani është bërë shumë i vrasht. Nuk e kuptoj këtë ndryshim. Mos u mërzit, se do i kaloj. Nuk komunikoja shumë me prindrit gjatë atyre viteve. E ku i dinin ata problemet e mia. Sjellja ime ishte shumë e keqe dhe errët. Qëndroja pas shkolle me miq me të cilët nuk kisha shumë gjëra të përbashkëta, përveç dëshirës për t'u rebeluar. O, hajde tani Bredo. Ti nuk e pastrove fare. Shiko si vazhdon të jeti shpërndar pluri në anë të fytyrës tënde, shiko. Willy, po mendoj një herë se çfarë mund t'i bëj mushkrive të tu. Po ja vlen. Hajde tani pastroje. Pastroje me brylat e tua, burr. Është e lehtë për ty. Unë nuk kam bryla. Po flisa me Bredin, Gjono. Po më pëlqen sjellja jote plako. Ti e gallat vaje. Po të paktën të bëj shaka, sepse për të kërcyer nuk kërcej dot. A je sigur që nuk i ke dëmtuar veten me atë gjën? Jo, unë jam i shkathët edhe pa përdorur drogë. Jam i shkathët nga natyra. Unë kur nuk përdora drogë. Por duke qëndruar me këta djem, nami më kishte dalë edhe mua. Kisha shkuar rregullisht në shkollë deri në klasën e 8 dhe isha trajtuar nga mësuesit si çdo nxënës tjetër. Por notat e mia filluan të binin bashkë me sjelljen time. Gjoni, që janë këto nota? Çfarë po thua? Ti e di mirë se po çfarë po flas. 5 dhe 6 nuk janë të pranueshme. Ti mund të arrish rezultate shumë më të mira. As më bëhet vonë fare. Dgjoj, ti po rri më shumë se ç'duhet me miqtë e tu. Duhet të shpenzosh më shumë kohë në shtëpi. E çfarë rëndësie ka nëse marr 9 apo 10? Unë nuk do të shkoj në kolegj, kështu që kujt po i bëhet vonë? Mua dhe babai tënd i bëhet vonë. Dhe ti bën mirë të mësosh ose harroje fare klubin e dramës. Po të merr shumë kohë ajo. Ti vetëm don të kontrollosh jetën time dhe kaq. Nuk do të shkosh vërdall me plera që thyen ligjin, apo të dëgjosh muzikë roku. More vesh apo jo? Unë do të bëj atë që dua. Jam i lodhur duke bërë gjithmonë atë që të tjerët presin nga unë. Gjoni, bën mirë ti të rasësh mendjes. Nuk dua. Çfarë do thuash tani? Mjaft më tregove se çfarë duhet bëj. Ose do të vras ty dhe pastaj do të vras veten. Plot me zemërim, qëndrova në dhoma të mbrëmje, duke refuzuar të flisja edhe me prindrit e mi. Mendimi se isha i pashpresë po më brente nga brenda. Doja të jetoja jetën time. Diku aty nga mesnata, kuptova se në gjendjen time nuk mund të kërcënoja askënd. Ndaj dhe vendosa të largohesha nga shtëpia. Qetësisht u largova në karrikën time me rrota dhe u drejtova drejt shtëpisë së mikut tim, i cili jetonte në anën tjetër të rrugës. Willy! O Willy! Gjoni, që bën këtu në këtë orë të natës? A mund të hyj brenda? Jo, hajde flasim jashtë. Mos bëj shumë, nëna po fle. Çfarë ka ndodhur? Unë po largohem nga shtëpia. Po që ndodhi? Nëna nuk më lë të dëgjoj muzikën që dua. Zemrohem aq shumë sa më vjen ta vras fare. Për sa kohë që ti jeton në shtëpi, duhet t'i bindesh atyre. Prandaj u largova. A mund të rri me ty? Po tallesh, unë nuk mund të kujdesem për ty. Unë kujdesem vetë për veten. Oh, mos mi trego mua këto përralla. Ty do duhet ndihmë e madhe. Ti je mirë si mik, Gjoni. Por unë nuk jam nëna jote. Dhe ti nuk mund të rish këtu. Ik! Shkoj që një vend tjetër ku të rish. Duke mos patur asnjë vend tjetër ku të shkoja, u ktheva përsëri në shtëpi. Në një farë mënyre duhet të duroja prindrit e mi derisa të isha 18 vjeç dhe të jetoja vetëm. Disa muaj më vonë, realiteti shkundi pikpamjen time për botën. A do kafe i dashur? Po, ma bëj një. A e pjata artikullin për ata djemë që kanë rrahur atë djalin e ri? Djali ka vdekur. Oh, mo, sa keq. Një prej tyre jeton këtu afër nesh. Si e ka emrin baba? Ai djali quhet Willy, më duket, ose diçka e tillë. Willy? Ti e njeh atë? Po. A është arrestuar? Sigurisht që po. Është akuzuar për vrasje. Se besoj dot. Për herë të parë kuptova se mund të kisha qenë unë ai personi që ishte rrahur dhe masakruar.
Ose nëse do të kisha qëndruar me mikun tim Willy, edhe unë ndoshta do të isha akuzuar për vrasje. Papritur, bota e prindërve të mi dukej më e sigurt dhe më e mira. Unë vazhdoja shkollën dhe shkoja në kish, dhe kështu vitet kaluan. Me çfarë po merresh tani, Gjoni? Me të zakonshme gjyshe? Edhe pak dhe mbush 18. Ditë e madhe. Mund ta thuash me zë të lartë. Mezi po pres. Më pas mund të bëj ç'të dua. Ti ke shumë gjëra për të mësuar, djali im. Dhe asnjëherë njeriu nuk është në gjendje të bëj atë çfarë i pëlqen në jetë. Nëse do ta bësh, do të përfundosh në të lashtë të madh. E po të paktën do të dëgjoj muzikën që dua, dhe nuk do të shkoj në kish nëse nuk më pëlqen. Po ka që të mërshme është për ty të shkosh në kish? Në fakt, në një farë mënyre më pëlqen. Kam zënë edhe miq të rinj te grupi adoleshentëve. Atëre shko. Gjoni, shumë e mundshme të ndjekësh Zotin dhe të kënaqesh shumë më tepër se sa të tjerët. E po, këtë do ta shohim. Nuk mendon se Perëndia u zbavit kur krijoi gjithçka? Ai krijoi gjithçka mirë. Gjithsesi, a do të vish në ditëlindjen time? Nuk do ta humbisja për asgjë. Kur mbusha 18 vjeç, ishte ditë e shtunë, dhe të dielën shkova në kish. Ajo ishte java e rizimit, dhe unë shkova në çdo takim për të dëgjuar predikimin e ungjilltarit. Sa herë që ai ose dikush tjetër fliste rreth shpëtimit, unë gjithmonë mendoja se isha i sigurt, por duke dëgjuar predikimin të mërkurën në mbrëmje, kuptova të vërtetën. Dhe Perëndia pa paullësitë e njeriu, të cilat ishin të mëdha mbi tokë, dhe se çdo imagjinatë e mendimeve të mendjes tij ishin vazhdimisht të mbrapshta. Gjërat nuk kanë ndryshuar që nga koha e Noeut, apo jo? Shekuj më vonë, Jeremia shkroi: Zemra është ajo që mashtrohet më shumë se çdo gjë tjetër, dhe është shumë e ligë. Kush mund ta jon atë? Dhe prap miku im, Perëndia bën premtimin e tij tek Ezekieli kapitulli 36 vargu 26. Unë do t'ju jap një zemër të re, dhe një frymë të re do të vendos brenda jush. Dhe unë do ta largoj zemrën tënde prej guri dhe do t'ju jap zemrën prej mishi. Si arrin Perëndia ta bëjë këtë? Nëpërmjet rilindjes. Jezus i tha: Nëse një njeri nuk është i rilindur, ai nuk mund të shohë mbretërinë e Perëndisë. Kur ju e vendosni besimin tuaj në gjakun shpengues të Jezus Krishtit, i cili vdiq për ne në vendin tuaj, Perëndia vendos frymën e tij brenda jush dhe ju jep një zemër të re, një zemër që kërkon të bëjë vullnetin e tij dhe jo tuajin. Duke dëgjuar, e dija pa pikë dyshimi se kur nuk e kisha pranuar Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin tim. Gjithmonë isha mbështetur tek lutja që kisha bërë kur isha vetëm 4 vjeç, dhe supozoja se isha i shpëtuar. Dhe tani, Zoti dashur, unë lutem: Jezus, unë gjithmonë e kam ditur se ti je rruga, e vërteta dhe jeta. Tani unë e di se jam një mëkatar dhe se kam nevojë për faljen tënde. Më vjen keq për rebelimin tim. Dua të të ndjek ty me gjithë zemrën time. Unë e di se ti vdiqe në vendin tim, dhe tani unë dua të jetoj për ty. Më jep një zemër të re dhe më ndihmo të të ndjek ty dhe të bëj vullnetin tënd. Faleminderit, Zot. Amen. Jam shumë i lumtur që pranove Krishtin, Gjoni. Gjithmonë kam menduar se isha i shpëtuar, por sonte Perëndia më bindi se nuk ishte ashtu. E kam thënë lutjen e shpëtimit një herë kur isha 4 vjeç, sepse doja të shkoja në parajs. Por sonte Perëndia më bindi se jam një mëkatar dhe bëri që zemra ime të pendohej. Kjo është e rëndësishme. Ai gjithmonë kërkon një zemër të hapur. Është e sigurt që tani ai ka zemrën time. Sa mirë që ndihem. E shoh, Perëndia të jep frymën e tij të shenjtë kur shpëtohesh, si vull të prezencës së tij të përjetshme. Dua t'i shërbej atij gjatë gjithë jetës sime. Kjo është fantastike, Gjoni. E di që ai do të më ndihmojë. Pse nuk shikon se si mund të shërbesh Zotit në kish? Dhe lutu për vendimin tënd. Edhe unë do të lutem me ty tani. Në fillim nuk i tregova familjes sime për vendimin që kisha marrë. Më vinte turp
sepse gjithmonë i kisha thënë se isha i krishterë. Por 2 ditë më vonë nuk mund ta fshija gëzimin tim. Dukesh i lumtur sot, Gjoni. Mos ka ndodhur ndonjë gjë. Kam pranuar Krishtin të mërkurën brëma, nën. Oh, vërtet? Gjoni, kjo është e mrekullueshme. Nuk doja t'ju thoja gjë sepse të gjithë mendonin se isha i shpëtuar. Por besimi im ishte vetëm tek një lutje, dhe jo tek Krishti. Jam shumë e lumtur që Zoti të shpëtoi, Gjoni. Edhe unë jam shumë i lumtur, nën. Tani e kam një arsye për të jetuar. Kam zbuluar pse jetoj. Më parë isha i humbur dhe po shkoja drejt në ferr. Unë e kam thënë gjithmonë që ti ishe i veçantë. Perëndia të krijoi të veçantë. Dua t'i shërbej vetëm atij, që tani e tutje. Kam vite që lutem që Perëndia të përdorë një mënyrë madhështore. Një gjë është e sigurt, ai ka dëgjuar lutjet e mia. Jeta ime ishte pa kuptim më parë, nën. Por tani dua të predikoj ungjillin, t'i tregoj të tjerëve për Jezusin, për atë që ai ka bërë për ne në kryq. Menjëherë fillova të punoja në shërbesat e ndryshme në kishën time, duke ndihmuar me të gjitha grup moshat. Nuk ishte lehtë për mua të shkoja në kolegj biblik, megjithatë aplikova tek një kolegj që ishte aty afër shtëpisë sime. Baba, nën, shikoni, jam pranuar në shkollën biblike. Po kjo është fantastike, birë. Shkëlqy shumë, Gjoni. Ata po vendosin shkallë lëvizse, që unë mund të lëviz lirshëm nëpër ndërtesë. A nuk është manitse? Perëndia po hap dyert për ty, Gjoni. Ai është madhështor. Vetëm të mendosh se ai e planifikoi lindjen time, që të tjerët të mund të shohin se sa i fuqishëm ai është, edhe tek personat me probleme si puna ime. E po, kjo është gjë e mirë, birë. Këtë e thot Bibla, baba. Kur njerëzit e pyetën Jezusin pse i verbër kishte lindur i verbër, Jezusi tha që veprat e Perëndisë të manifestohen në të. Nëse Zoti mund të më përdor mua, ai mund të përdor çdo. Pas 3 vjetësh, unë u diplomova në pranverë të vitit 2000 për njohuri biblike dhe teologji pastorale. Perëndia më ka thirrur të jem një ungjilltar, duke i arritur adoleshentët e të rriturit me lajmin e mirë të shpëtimit. Unë kam predikuar në përkisha dhe në përcepat e rrugëve. Po ti mik, apo e përdor atë që Perëndia të ka dhënë për të çuar më tej mbretërinë e tij, duke i çliruar të tjerët? Besoni tek Zoti Jezus Krisht dhe ti e shtëpia jote do të shpëtoheni. Kështu thot Bibla. Nuk ka shpëtim tjetër. Nuk ka asnjë emër tjetër në qiell që është dhënë njerëzve, nëpërmjet të cilit ne mund të shpëtohemi, sipas Veprave kapitulli 4 dhe vargu 12. Miqtë e mi, mos prisni për një ditë tjetër, sepse ndoshta nuk do të vi kurrë. Jeta e re në Krishtin mund të bëhet e jotja tani. Letra e Romakëve kapitulli 10 vargjet 9 dhe 10 thotë: sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe të besosh në zemrën tënde se Perëndia ringjalli nga vdekja, ju do të shpëtoheni, sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet tërfim për shpëtim. Nëse dëshironi këshillim ose ndihmë për të marrë këtë vendim jetë ndryshues, ju lutem na shkruani në Radio 7, kutia postare 29 14 Tiranë, ose me email në info@radioviz7.net. Jemi shumë të lumtur që zgjodhët kalonin këtë kohë me ne. E shpresojmë që këto histori të vërteta të kenë ndriçuar ditën tuaj, po aq sa kanë ndriçuar edhe tonën. Ju lutem na shkruani. I presim me shumë gëzim komentet tuaja. Ndoqët historinë e vërtetë të Johnny Hudson. Të lirë nga pranga të prodhua nga Pacific Garden Mission dhe u soll në Shqip nga Radio 7 për të treguar me anë të historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Letrat e emailit tuaja janë më të rëndësishme nga që mendoni ju, prandaj mos harroni të na shkruani. Radio 7, kutia postare 29 14 Tiranë, ose me email në info@radioviz7.net.